Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në këtë muaj është një natë e cila është më me vlerë se 1000 muaj të Allahu azza wa jall. Allahu akbar. Një natë më me vlerë se sa 1000 muaj, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për shkak se Allahu azza wa jall e përmendi në Kur'an. Tha Allahu azza wa jall, Lejlatul Qadri khairun min 1000 shahr. Nata e Kadrit është më me vlerë se sa 1000 muaj te Allahu azza wa jall. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu azza wa jall për çdo natë liron qafa nga zjarri i xhenemit. Allahu akbar. Për çdo natë të muajit të Ramazanit, Allahu azza wa jall liron qafa prej zjarrit të xhenemit. Allahu na bëf prej atyre që qafat tona do të lirohen prej xhenemit gjatë këtij muaji. Lutim Allahun që ta arrijmë këtë muaj të madh, këtë muaj të begat, për shkak se të parët tonë, siç transmeton Mualla ibn Fadl, i cili thot se të parët tonë e lutin Allahun azza wa jall 6 muaj që të arrin muajin e Ramazanit, dhe pastaj 6 muaj të tjerë e lutin Allahun azza wa jall që t'u pranon veprat dhe adhurimet gjatë muajit të Ramazanit. Derisa disa të tjerë kanë thonë, sikur ta dim se kujt Allahu azza wa jall ja ka pranuar agjërimin që të shkojmë ta ngushëllojmë. Dhe sikur ta dim se kujt Allahu azza wa jall nuk ja ka pranuar agjërimin që të shkojmë që ta ngushëllojmë dhe t'i japim gajret dhe t'i themi që ta lut Allahun azza wa jall që ta arrin muajin